zoti madh. Toni, lutem më shpëtoj. Jo, Toni, jam për spital. Toni, lutem jam bukur. Përshëndetje, jemi në emisionin Spicy Show, edhe e kam një person shumë të rëndësishëm këtu në emision. Është Alba Pollozhani, mirë se vjen. Hej, Toni, faleminderit shumë për ftesën, e vlerësoj jashmase, se kuptoj që ftesat Spicy patjetër për persona Spicy. Inshallah je Spicy se na nevojitesh. Po ti akoma pas ke dyshime që thuj Shana? Unë e tham inshallah çdo herë, se nuk dihet jetës, po prap se prap faleminderit Alba, edhe po më shumë mirë që ke ardhur, edhe s'dia e din çfarë është koncepti i këtij emisionit, është domethënë shkon çdo pyetje me një sos, okay? Edhe çfarë sosësh janë këta? Tu janë koxha djeks. Po duket nga ngjyra. Po. Koncepti i emisionit është, po ta shpjegoj pak, për çdo pyetje ose për çdo quiz ose për çdo challenge nevojitet një sos, okay? Do thotë, unë kam me hangër atë sos, domethënë me nuggets, edhe ti gjithashtu. Përndryshe, janë do sane që nuk do të mi bëjnë, po ti jap kështu do këshilla, mi prek syt. Okay, unë kam frikë se vetë soset Spicy mos bëhen djeks nëpërmjet prezencës time Spicy. Ato s'ka dyshim, unë e di që ti je Spicy, kështu që unë e tham... Jo, s'ke si e din. Jo, e di, që se di, që... Oke, Alba, unë e po ta një pyetje, para se mja një susat. Para se mja një pyetje, Alba, që shponi është? Shumë emocionale, shumë e ndjeshme, shumë e thellët. Ani, Alba, qëre perdi kosa dush, nëse do më mblu, ma Sa kam nevoj me më mbulu, a? Apo, na kemi se... Se ka diçka që po ishmangesh eye kontaktit, shikimin si vazhdimisht. Po ne kam së stilin, e kam kështë zdija, vëdi. Ta shte... Zdi që unë, po pres të asha. Mosën, oja, no... Oke, Alba. Se përbalë. Queso sin queso. Në shkollën e Scoville'n mbi 2000. Shije, creamy, cheesy. Unë e përta qes pak qëtu. Okej. Dashuria pa respekt s'ka vlerë. Ja, s'ko. Fix. Okej. Dhe me thënë dashuria njerëzore, që më s'kuptohet. E kështu që Alba... Edhe qa duhet bëj unë tani këtu? Ta ashti ti dush me gic pak. Si me gic? Na të na i thu me gic. A, me kafshu? Me hangër, po me kafshu. Me hangër, okej. Okej, Alba. Pja fillujmë. Po shumë pak e hes tu, do doja më shumë. A do në ma shumë? Po, më nësë problem? Jo, Ja, ma shumë, ma shumë. Jo, zoti ma, e bërë pis. Okej, Alba, Urdhra. vazhdojmë dhe shkojmë 1, 2, 3, okej, dhe pekëshymi njëri tjetër në sy. A bënë kështu? Kushta, e shofim njëri tjetër në sy. Qëre, unë jam moshull, unë e dirigjoj dhe më thomë gjdo sanë, okej? Se moshlit thujnë që du të me menagju gjdo situatë. Po pa tjetër toni, në urdhrat e tuaja. Faleminderit. Faleminderit, je pra urdhra. Okej, a i gëzuar. Sa e mirë duket, të ngrofta që në kanë. Okej. Apo duke dhe shishme? Okej. Shpënjesh? Shumë mirë. Alba, pse ki pauzu muzikë? E di që e mirë në muzikë ma herët? Pse kam pauzu në muzikë? Ua, Toni, e vlerësoj jashtë mase, se kjo ka qenë edhe vetë me arsye pse unë kam pauzu në muzikë, sepse njerëzit nuk kanë qenë të gatshëm të përballojnë. Vazhdo. Nuk kanë qenë njerëzit të gatshëm të përballojnë talentin tim, edhe për atë arsye po ja vetëm ti qëllove një person që i gatshëm me përballum. Direktiva jote artistike me që ma dhe ti këtë kompliment, po më motivon që ti rikthehe muzikës si kur më parë fuqishëm. Ana, mirë. Unë të kisha thonë, të kisha këshillu veç vazhdo, okej? Alba? A je mirë? Mirë ti? Mirë, super, se po qof pak sytë e skuqër, prandaj. Edhe faqet. Pak po, olla, qëre, është pak pikante, po... Faqet zakonisht skuqën nga turpi. Po. A ndjesh i turpëruar, Toni? Po, shumë. Pse? Edhe dyqysh ka guma, po nina pak i turpëruar. Po so se nuk bë me turp. Në si normal. Ora, do i bësh ata pyetjet apo s'ke ke hallin? Qëre, hallin e kam shumë. Se s'kemi kohë, duhet ikim. A po? Po. Ku kemi shumë avon? Se di, pse? Jo, pyetje. Pyetje... Ka të përqefa. Pyetje, po. Ishte pjesë... Jo, s'është pjesë, veç kështu... Interesjon. Alba. Urdhra.
Nëse jeta jote do të ishte film, cili do të ishte titulli? Film? Po. Kush do të ishte titulli? Po. Historia e një vajze që e nënvlerësuan dhe tani e pakapshme për to. Okej, nice. Alba, mu aty më ke pëlqyer shumë si lojtare. Si lojtare, okej. Po, Ai edhe po ta shohem po vlerësoj. ikim nga këtu tani. Jo, Është vlerësim si lojtare thot. Jo, Unë si jam njeri. një rreth parë Bra. njeri, pastaj jam femër, Ti pastaj u bëra lojtare. Jo, dal që të ke femër, ti je femër, okay? Edhe pastaj je njeri, edhe e di që je njeri me. Po unë e di që lidhim vlera. mirë njerëz dhe prandaj pastaj marrim shini. Je një femër, ke si ajo, e bëri no pa vezë dhe shotë. Se mora vesh më fani, se Nuk e di. çështo Alba. Po A shkojmë është kjo sos apo ka diçka më brenda Po, se s'po e kuptoj, po ngatrohem Ktu- totalisht. Tu ka për çdo sos. Për zotin s'po e bëj për efekt. Jo, Vetëm për- vjen rrjedhshëm kjo gafa që e bëra. A di që është e mira në këtë sosa se e ki shkollën e Scovilletit, po është edhe shkolla Shkalla e kujt? e Scovilletit, matja do të thonë me nivelit djeksit. Okej. Do pas ishte në një matje kështu, Ja, na me metra si kështu. quhen ata? Aha, që mosin tukat apo? tërmetësh. Ja, s'dim asi. Është edhe një sekret më ana, Ç'është sekreti? është një sekret që për çdo sos e ka sekretin e vet, edhe dëshmi janë dëgjuar që fjalin domethënë sosa. Për shembull, nëse morëm sosin e dytë, okay. Gringo Bandito. Në shkollën e Scovilletit mbi 5000. Shije Classic Max. Okej, Alba. Po ta qes pak më thuj stop, okay? Stop. Okej. Po duket shumë. E shishme shumë, duket. Po, ja, po duket. Nga ngjyra duket shumë e bukur. Çfarë Po. Princess Treatment jeni Po bërë ju bëna tani me çfarë shkë. mesh, çfarë çfarë bo. Haj. Keni çfarë me bë? Pa i kemi në femra që ju tolerojmë. Nice. S'diva gjë këtu. Kjo e ka 5000 në shkollën e Scovilletit. Do të them është light, okay, për momentin. Okej, është Alba njëjtë sikur në Big Brother në jetën e përditshme. Unë për pjesën e Big Brother e kam thënë edhe aty mbrënda, diçka që shuhem edhe që më ka ndihmuar shumë gjatë gjithë jetës time, jo vetëm në aspekt famës edhe audiencës, është pikërisht që jam person pa filtra fare. Okej, jo këta kemi vrejt valla. Jeta më ka ndërtuar në mënyrë të tillë që mos më dridhe çerpiku pra si gjë, madje se edhe kush jam unë tek njerëzit e tjerë. Se fund ditës e dua jetën që të mblidhen me njerëzit që më pranojnë ashtu siç jam. Dhe jo të krijoj fasada, dhe të krijoj një jetë fasadë dhe shoqëri fasade, e cila një ditë do të përplaset, dhe pasi përplaset, do t'ja nisësh çdo gjë nga e para. Po është një moment që është i vuajtshëm edhe duhet të rinisësh njohësh vetveten. Sepse duke treguar fasad, haron edhe se kush je brenda. Dhe fasada gjithmonë është shumë më pak se potenciali jot i vërtet i fuqishëm që ke për brenda. Unë e kam po që Alba që u kom mrena, është edhe jashtë, përveç lojës normal që ke ditë pak më që të ketë pi vetës, po aja është më vlerësu, okay? Po për ndryshe, unë e gëzuam që je pa filtra, do të thonë, më është me pas një shoqëri shumë të pasër, që zakonisht njerëzit që janë pa filtra, ose me filtra, Nuk duhen nga shoqëria, në përgjithësi. apo kupton, që tu Sepse shumica e shoqërisë janë njerëz të cilët nuk e përballojnë origjinalitetin dhe realitetin që ndodh në jetën e tyre para syve. Fix. Njerëzit janë mësuar me lule të bukura, me fasada të bukura, me mure të bukura, se si mund të jetohet jeta pra një iluzion. Dhe kur unë flas realitetin e asaj që është, e përkthejnë muhabetin sikur unë jam ajo që shoh iluzion. Por ata kanë harruar vetveten, ata kanë harruar se kush është jeta. Them brenda vetes se ata vetë dinë që jeta është një sfidë, edhe jeta është me vështirësi dhe ka realitete të hidhura. Por edhe njerëzit nga vetë sistemi i tillë që është i formuar, që njerëzit sulmojnë gjithmonë në pikën tënë më dobët, pa krijohet edhe një fasadë e bukur edhe nga vetë ato. Mirë po, kur e dim vetë se sa e vështirë është jeta dhe realiteti, dhe dikush është para teje, po ta thotë realitetin në sy të jetës, mos e nënvlerëso, se thellë brenda ai është realiteti yt. Unë e ta vlerësoj këtë pjesë, edhe mrena ta unë pason. Nuk është problemi njeriu të jetë fals. Njeriu më mirë është të ketë fasada, sepse në botë ka njerëz që janë të këqij, janë njerëz realisht të djallëzuar. Por problemi qëndron tek pika kur ti e sheh njeriu origjinal para syve
dhe ti e nënvlerëson pikërisht atë njeri dhe shkon e respekton më shumti atë tjetrin i cili sillet me fasad me ty dhe vetëm për interes dhe kur mbaron interesi nuk qëndron më as respekti. Po ja bëjmë bye-bye dhe vazhdojmë tek hapi i radhës. E vlerësoj shumë, po shkojmë tash Sot nuk vlerësohet e drejta, sot vlerësohet një e bukur, po jo një e drejtë. Wow, më pëlqej që kjo. Hajde, a bënell njerë me thonë? Oke, Alba, e kam një pyetje tjetër. Cila është diçka që njerëzit gjithmonë e keq kuptojnë për ty? Diçka që njerëzit po e di shumë mirë që e keq kuptojnë gjithmonë tek unë në fillim është arroganca ime, kur në fakt nuk është arrogancë, po thjesht jam selektive dhe nuk ja jap ekskluzivitetin çdo kujt në jetën time. Pse mendojnë njerëzit që Sepse janë erdhi një arrogante? moment kur në jetë e kupton që duke respektuar shumë, edhe duke ndihmuar shumë, edhe duke përkrahur shumë, shumë njerëz për jashtë janë mosvlerësues dhe ti thjesht zgjedh të bësh selektive dhe të mirën tënde, bukurinë tënde, nuk ja fal më askujt tjetër, përveç disa personave të caktuar. Okej. Pra është thjesht mbajtje standardi. A është ndaj fasad që Nuk ti është nën mungesë përpara respekti. e bën këto për me mbrojt vetën, apo? Patjetër, edhe unë kam fasadën time për me mbrojt veten, por di edhe të jem selektive në kuptimin se kujt i jap afrimitet akoma më shumë. Janë do njerëz që kanë zorfin personal edhe zorfin profesional. Normal që tash ti kur ta kish zorfin ton profesional i ki do fasada që mos me dëmtu ty në punë, okay? Po Një zakonisht rreth parë mos me dëmtu njerëzit në zemër, pastaj në mendje, pastaj në jetën tënde. Jetën tënde në çdo lloj aspekti, si në aspektin e punës, si në aspektin e suksesit, si në aspektin e familjes edhe shoqërisë. Angry Goat, Oh, kjo reflekton pak Albën, besoj. a thu? Po, edhe ju që reflekton se Alba është sweet, edhe ka shihen sweet, domethënë Angry edhe sweet? Po, zakonisht e përdorin gjatë Kompliment verës. interesant. Po gjithmonë, do të më konë gjatë Alban. Po unë jam përdorim vetëm për verës. Unë jam lifetime. Po, okay, po dhe verës nuk e kishes, besoj që po. Alba, Hajde. zua, Si Tony, jo si aktor. si Tony Montana. Tony. Oh, Tony, okay. Shumë ka e shëshme. Janë do sosa këto, djegë njerë dhe janë do sosa vinë mas 30 sekonda vjen djegësimi. Okej. Okay? Po, apet edhe kjo sosa është pak light. Më thonë, nuk është në atë rodhen që djegë fart. Qysh qëndran lidhja jote me eksin? Mos më pyet për ishin. Sepse momenti që më ka pas, kam qenë nivelin më të ulët, verzionin tim më të ulët. Dhe tani, jam thjesht një verzion që nuk e arrin dot. Okej, nice. Qëre, mu po më shumë mirë që edhe më pëlqen që kjo verzioni i Albës të ri, edhe për shoh që Se e që vesh është shumë ndryshe bukur. nga verzioni i Albës. Po, qëre, tash si ti lojmë këtë sanat anash, Anash, okej? Gjatë bigut kemi pa pak që ke pas dosane aty me eksin, po si do qovë tash Alba e sodit, afer me edhe në përbal me, po që këtë ma pozitive, ma... S'po t'ishme të kaldu, po dyqysh po shkëlqen ndryshe. Po, Faleminderit. s'ka përse. E them në fund një fjalë, ha, sa të vështirë kishe pas. Po bese, unë e kam vështirë, so si sosa, të shkoj kish tu... Duke bë upgrade, a? Aha, po. E tani pas komplimentit? Mas komplimentit vetë një pyetje tjetër. Kush është personi që të nje më mirë? Personi që më njeh më mirë. Po. Shumë tentoj me më njoft, por kam dështu. Edhe thjesht kanë humb. Po, i ti ik pa kë... Personi që më njeh më mirë, Po, jam vetëm unë dhe vetja ime. këto ma prita. Kjo përgjigje, kështu që këtë njerëzit du të me desh mas pari vetën tani, edhe me njo vetën tani me të njoft tjertë. Shkoj me sosën e radhës. Son of Zombie, në shkollën e Scovildit mbi 30.000. Barbecue Smoky. Besoj që kja sos... Se tani e më i skuqur se ç'duhet, kështu që nuk shkon fjala Po, zombie. ama unë jam i skuq se të kam Jo, ty mos ofër. është. Mendova se do ja thoja për veshje. Edhe veshja po. Ta bë një publicitet, kështu.
bukur na ka vesh, mua dhe ty, sad, edhe Beseqimit, të duk shumë bukur. Ma ti, pa fjallë. Si po duket vetja sot? Faleminderit. Shumë hajë, si gjithmonë. To nuk e di alos, është herapor që e kërkoj, okej? Hajde me gëzua. Okej. Ore, shikimin sy. Ka dalë bese Ai po turpshëm harroj pas ka ke njerë. qëmë, Po, ma. ka da, që të shku të mësu, ka dalë, hajde njerë. Dia për djalë të respektueshëm, me norma, me vlera. Ish pa të koncentrona. Alva. Dzik. Ale, edhe pe ka shumë mirë, okej? Ishe shumë në rol tani. Apo? Po. A, ne ka një ashtu, regjisor, Jo, aktor. s'është mirë. Apo thua? Pa kemi ardhur reality. Hajde njerë, hajde njerë. Ha, Alva. Original, bre. Po s'di më kom, drejt që jam, të mënu jam. Shif mua dhe thjesht më shif, Okej. jo Hajde, në hajde. rolet e tuja. Mudi, French Montana. Hajde, Alva. Urdhëro. Cheese. E lezetshme. Alva, apo që po njësh? Shumë mirë. Okej. Ti the sikur kjo ishte mbi 30. Po, mbi 30. Po kjo ishte minus 30.000. E ka një efekt të kogja të lezetshëm, okej? Më duket se e ke ngatru radhën e sosve. S'pedi heq, vëllaj, më duket edhe pyetjet më ka ngatru, po nice, okej. Uaj, Alba, me një fjalë, si e përshkruan firma VIP, përputhje edhe Big Brother? Au. Se di pse Maja e gjuhës. Më ka ko pak A ka në jako? Maja e gjuhës po më gjekë shumë. Po, Si ta qetësoj. Une Edhe nuk po flas dot tani. Unë të sugjeroj ose shlag, ose mjall, edhe uji, po uji... Maja e gjuhës, lutem. Maja gjuhës? Okej, se kuptove pyetjen, ha? Jo, Maja e gjuhës po më gjekë shumë. Djeg, bash moja ty djeg, mu të Maja. ndjek bak on ashtu ka Tu dhomin. mu përpara, Maja. Më duke se e kam prik me Maja e gjuhës prej parë. Alba, Po ti si e ke fut kështu nga anash që po t'djeg anash? o s'di që ja kom fut veç pja fut jo në pak shlag. Se jam kërë që shit. Okej. Kjo ishte e katërta, apo jo? Po e katërta. Okej. Ore, që duke bërë, sa ty do hadhe unë? Pa, ka në një luk. Po si ta fut kështu dhe goja? Po e futin kështu në gojë, po. Ore, ti e din që mua më ke thirë sot këtu? Me një fjallë si e përshkruan firma VIP përputhen Big Brother. Wow, kur i përmend të treja, sa shumë duken. Para se me i përmend tim, duket sikur si ka ekzistu fare në jetën time. Po tani që po i përmend, po ja pak vlera vetës time. Pas kam përballu shumë. Nga pse o do reality show tjetër, pastaj reality show tjetër, 3 radha zi. Për të treja do të thoja me një fjalë, ose 2 fjalë, një eksperiment fatal. Okej, edhe susa fatal, po më duket. Edhe do të thoja një eksperiment fatal, sepse nga eksperienca ime, për gjatë këtyre reality show, kam kuptuar diçka. Është një eksperiment fatal, por është shumë i bukur në vetvete, sepse realisht ne aty të mbrënda tregojmë artin e çënurit njeri. Edhe në rast se do më pyesje mua specifikisht, se çfarë do thot fjala VIP, unë mendoj që VIP-at real jemi ne, që dalim nga një reality show, sepse ne e tregojmë artin e çënurit njeri në të gjithë ngjyrat e saj. Nuk dua të nënvlerësoj artistët që kanë talente të veçanta si pjesa e muzikës, pjesa e aktrimit, pjesa e balitit, kërcimit, pjesa e vizatimit, pikturës e tjerë e tjerë. Të gjithë kanë vlerat e tyre dhe na japin emocione të pashmangshme që plotësojnë jetën tonë dhe në momentet tona më kulminante, qoftë të forta ose më të dobta, na japin një motiv të papar për të vazhduar përpara. Por, ti je artist në një talent, ti merr të gjitha fuqitë e tuaja dhe para publikut del vetëm një 5 minutë ose del vetëm një orë. Ndërsa ne që dalim nga një reality show, jemi ata të cilët riskojmë të gjithë jetën tonë, të gjithë privatësinë tonë, të gjithë karrierën tonë të ardhshme,
duke treguar artin e çënurit njeri, në të mirat edhe në të këqijat e veta. Ne i tregojmë botës se çfarë do të thotë të jesh një njeri i fortë para të gjithëve, fasada e fortë që e përmendëm pak para, mirë po realisht të jesh një njeri pa aq i dobët dhe pa aq i prekshëm, kur njerëzit të prekin në pikën tënde më të dobët. Sidomos kur njerëzit e kuptojnë se kur ndodhesh në balt dhe mundohen të ta japin shkelmin akoma më shumë për të zhytur në balt, dhe jemi ne ata që i tregojmë botës se pasi na e kanë fut realisht shkelmin në balt, sepse të gjithë e përjetojmë këtë, si na buron ajo forca brenda nesh në mes lodhve, në mes dhimbjeve, në mes mërzive, në mes inateve, gjejmë forcën për të ringretur sërish dhe për të luftuar, për të vazhduar jetën përpara, për misionin, vizionin që kemi caktuar në jetën tonë. Pra po, unë do të thoja që vipat më real dhe më të fort jemi ne personazhet që dalim nga reality show. A menon që të ndërton kjo në personalitet? Për të ndërtuar në personalitet, patjetër që po, sepse unë e shoh një metodë që njeriu e ndihmon për të ulur pak egot e veta. Sepse në momentin që je 24/7 para kamerave, ti nuk mund t'jesh ai forti si shfaqesh para njerëzve. Ti tregon edhe pikat e tuja më të dobta, edhe pse egoja jote është që njerëzit do të shohin vetëm fort. Dhe në momentin kur ti e kupton që është në rregull edhe të mos jesh në rregull, edhe para të tjerëve, sepse realisht sekreti është sado njerëzit ta dinë që ti e dobët, sado njerëzit të mundohen të të shtynë në balt akoma më shumë, në një reality show ti e kupton që në fund ditës e keqja e tjetrit asgjë nuk mund të bëj kur ti ke forcën edhe vullnetin nga Zoti për të vazhduar jetën dhe vizionin tënd të jetës përpara. Ky është mësimi më i madh që unë kam marrë nga një reality show, nga eksperjenca ime në reality show. Që të mos kem frikë, të kem më fasadat edhe në jetën time reale para njerëzve, sepse edhe e keqja e tjetrit nuk të bën dëm dot as pak. E vetmja gjë që të bën dëm është ti të ja lejosh hapësirën që dikush tjetër të ketë ndikim dhe të marrë vendim në jetën tënde. Që ne bëj po e mirë është bëj këtë fol, o zot kënaqi po. Realisht ripërsëritja ime aq e shpesh në brenda Big Brotherit, kjo është top sekret nga ana ime, se ka qenë një strategji që unë e kam përdor. Arsye që unë kam qenë aq shumë ripërsëritse është për të vetmin fakt që të humbisja kohën televizive të tjerëve për angazhimin e tyre para kamerave. Okej. Dhe unë thjesht do ripërsërisja veten time vazhdimisht, që t'i sfumoja të tjerët para kamerave, sado që të bësha e mërzitshme, nuk më interesonte fare se unë e dija qëllimin që kisha shkuar aty. Dhe qëllimi që kisha shkuar unë aty, nuk kisha shkuar që të krijoj një shoqëri apo të krijoj diçka më të afërt me të tjerët. Sepse këta gjëra i kisha lënë gjitha për jashta. Brenda një reality show nuk mund të krijosh shoqëri. Të gjithë ata që formojnë fjala shoqëri brenda një reality show dhe shpallin veten që janë shoqëri, janë të gjithë skematik, janë të gjithë falc, sepse kur dalin aty për jashtë janë pikërisht ata që rrin më afër njëri me tjetrin, që ja fusin shkelmin njëri tjetrin. Dhe janë pikërisht ata që nuk krijojnë shoqëri brenda një reality show dhe kur dalin janë akoma më afër njëri me tjetrin. Dhe diçka që kam kuptuar, një gjë shumë interesant nga reality show, nga eksperienca ime, të gjithë ata që të shajnë para kamerave, janë ata që të lëpihen mbrapa kamerave. Këtë gjë të paktën e flas nga eksperjenca ime personale. A na tregon disa emra për shembull? Të gjithë ata që kanë shajtur vazhdimisht për mua dhe për raportin me mua, dhe që kur nuk do të kenë raport me mua, dhe të gjithë ata që kanë pretenduar sikur palet çfarë raporti kanë me mua, janë të gjithë falc, janë të gjithë gënjeshtar, dhe janë ata që kur shohin mbrapa kamerave të lëpihen dhe të luten nga mbrapa për të realizuar interesat e tyre. Emra. Jo, s'flas dot emra. Kush e kupton. Unë tu kam ardhur që t'i jap vetes time plus dhe të të respektoj ty dhe nuk kam ndërmend në asnjë mënyrë që t'i jap akoma më shumë peshë dikujt tjetër. Okej, shkojmë me susën tjetër. Peppers Up. Shije tropikal. E në shkollën e Skovidit kjo i ka 40.000. Okej? Vëmë imi të hyj pak në temperaturë. Si tu duke susa tjetër? Ajo mbi 30.000 më dogjit e maja gjus, kjo mbi 40.000. Do të më shkoj direkt e luk poshtë. Ordra. Të këta që i kam përdorë, se u hargjun. Sa e mbushe, jo ma vashti. Se ty bëja ashtu. Okej. Oh yeah.
Unë e shumë e kom qitë, inshallah së më bëndon, po, okej, hadi. Brim. E po shkum pak si shpejt, hiq pa menu, Okej. mbylli sytë. 1, Ja, 2, 2, 3. 3. Më thuaj. Uaj. Zoti madh, Diqa. Shumë ambient i bukur këtu. Qapunin? Shumë emocione. Më thone, Që emocione. shumë emocion hot. E shpak? E po të shi, kështu kur ke persona spicy për vara. Tentosa dush se largon dot. Aho? Apo? Jo, në s'kam ku gjëjq. Shumë mirë jam. Apo nishmi? Shumë mirë. Faleminderit që pyete. Po Por ti shkojmë nuk ka shumë 10 pejt. sosa këtu, këtu ka 11. Ha. Apo dhe me një? Ua, gënjeshtar. Këtu ka 11. 1, 2, 3, 4, ajo që hoqe 5, 6, 7, Ama i 8, kemi 9, sot 10, surprise. 11. Ma kem një... Alba, Po? a ka pas a ka pas do një periudhë që e ndje e humbër? Periudhë që jam ndjerë e humbur. Po, ka pas periudhë që jam ndjerë e humbur, edhe ka qenë pikërisht momenti që e gjeta veten. Por di të them diçka tjetër. Po. Nga jeta ime kam kuptuar që mos shumë të janë të tjerë që më kanë humbur, se sa unë veten. Po më pëlqen shumë pyetja, edhe përgjigja. Pyetja, o zot. Veç pak. Vetëm pak? Jo, më thani. E, ju mos kesh në tonë, ha? Apo do pak shpag? Alba që punjes? Për dysh e kema ambulantën. On fire. On fire, ha? Po. Okej. Tani një mirë. Okej, Alba. Që të frikson për të ardhmen? Është pak pyetje gabuar, se mua nuk është se më frikson diçka për të ardhmen. Unë tham që Por s'ka di pyetje diçka. të gabuar, ka përgjigje të gabuar. Mua nuk më frikson asgjë për të ardhmen, por vetëm di që verzioni im i ardhshëm do i friksoj shumë njerëz. Okej, Të Alba. caktuar. Jo Shumë për mirë. publikun që na ndjekin, po janë disa persona specifik. Okej, na jam mërë diçka? Jo, s'ka emër. Se beti, a je anti-emra, që është puna jote? Unë nuk flas me fjalë. Veç me vepra. Gjërat e mia vetëm me prezencë dhe vepra. Oh, shit. Anë shumë mirë. Ti s'ke pse trembesh, se s'të më ke bërë ti diçka. Jo, Apo po në ti sem vetë njerë s'ku që ke beti bërë diçka. diçka. Unë e bëksur tinza. Ma shpine. Çfarë ke këshirë ti mbas shpina? Shpinën. Da bomb evolucion. Kja s'ka shije, kja është dëmëstas. Okej? Këtu nuk ka kufa shije. Edhe jemi 200.000 në shkallën e Scoville-it. Për këtë sos, e kam një challenge. Nëse e diktoj që jetu bo bluff, atëherë unë e fitoj në këtë sfidë, edhe ti e konsumon sosën. Nëse unë e humbi, atëherë unë do e konsumoj. 2 storja. Okej. 2 storja. E para, jam tip që dashuroj shumë, dhe e dyta, jam tip që dorëzohem shumë shpejt nga persona që do. Okej, unë e besoj që je tip që dashuron fort. Do më thonë, po thu që e para është e sakt? Është e sakt, e dyta o bluff. E jo, s'është e vërtet. Tani konsumoj e ti. Pse më gënjehesh kaq shkollaj? Se që shtu jam, unë, qa me bo? Kur ta kam një person si kur ti ofër, e kam problem. Pse? Sepse Alba Polozhan nuk bën gjëra për efektet kamera. Kupton gjë? Ti ishe sakt? Pra e gjejte, përgjigjet në duhur. E zot, që
Perenia më shtë në gjithë. Pash, shazut. Okej. Ti tani u kënaqe se more vesh një pjesë të karakterit tim apo u kënaqe që nuk do e konsumosh sosin? Ja, të susa po të se ku gja Ai është. poshter. A di qa, për challenge, Po. që pe halloni. Okej? Jora. Po, a mo një herë kime hongër ti, ta këshyri ragi. Se duhet ta kqyresh njerë, se ti e vendosit që do e konsumosh. Po, anë, unë e vendosë, visht ta këshyri pak, ta në tim këshyri. Jo, ta kjo që është e pastër, se s'dua ta ha 2 herë të njëjtin sos. Anë, më falë. Kuku. Ore, çai duke bërë, se shumë është. Jo. A, të deshës pak se do. Okej. Ja, e ngjyva pak. Anë, në gjyë pak se. Zakonisht në big, a ke po kënë gjyshin? O, shama kja, sikur petrol. Çai duke bërë, e ke hedh shumë duket. Oj, zotë. Do përfundojmë duket unë, pastaj ta moderoj emisionin. Do përfundosh spital. Alba, ta këshyri argimin tënë. Do thamë, shkojmë 15 sekunda. Tani unë e hasosën. A ka e shishme? A për do të omër e lo? Që po një është? Shumë mirë. Rrada jotëm. Dhe ta është ta mame dhe fjallën e burrit. Sa keq, sa djeg. Vetëm e mbajta që ta hash edhe ti. O, zoti ma flutem qumësht, lutem ma jepat gotën më shpejt. Gotën, jo. Ka dalal. A për do shlag? A ke po vjen me vëneski, ha? Mami, ku është? Mami shpe... Ua! Ua! Ua, ej, s'është normal që kjo. Smart, se nxjerr do të frymën për përjashta. Kjo kur e nxjerr frymën për përjashta, djeg. S'm po Duhet folje. marrësh. Wow. Unë që ishte kjo. Oh, shit. A ka buk? Mjalë, të lutem. Kam frikë ta nxjerr frymën për përjashta. Që dhe Jo, jo, pikë shumë, jo, të lutem dala. Të lutem. Toni, të lutem. Toni, më shpëto, të lutem, mjalë. Unë e Toni, Superman. të lutem, më shpëto, kush luga. A, po me gishta. Toni, jo lugën e dua. Pasha zotin luk s'kemi, s'na kanë metë. O, Toni. Toni, ku e ke lugën? Ej, po... Ore, ke mysafirën e parë të nderit, cilën pa lugë. Shte në ma gishta? Si ti fus gishta du në ty, si jam su me gishta. He, që ma ke bo ti mun big. Që t'ka Dhe bo? që, hane me gishta. Ma ki morë pjotën dhe që dësh ma me gishta. Shte në kumë që të hajtë. Ja, s'banë kështu. Jo, po, shumë mirë, man. Jo, Toni. Ore, kam seriozisht. Do përfundoj spital. Toni më shpëto, Toni. Toni më shpëto. Oj, shit, oje, oje. Toni më shpëto. Ku me qumë, mëj? Toni kam nevoj për ndihmë. Po si të bore cit, to... Ka nisë dhe buzët si ndi. Buzët? Ja. Me filer, që përgjë. Toni më shpëto, të lutem. Oke, po shpëtoj, do t'a bëj një pyetje. O, mu ka përsiri, thot me. Alba, nëse askush s'do t'ishte... Ku, veç pa. Alba, që ndodhi me vendimin për të mbuluar? Për të mbuluar, më farë. Se publiko ka qaf me ditë. Ej, ma mirë? O, zote madh. Pa qie shumë të njëra. Si ishte pyetja edhe njërë? Që ndodhe me vendimin për më mblu, në fakt.
Du mujt as me fore. S'po e marrë do të vetën seriozisht tani në këta momente. As ty s'po të marrë do të seriozisht. Më falë. Ja, të parë zëti. Qumë si shumë i mira. E kemi ble bashkë me Albën. A kemi shku. O plus. Ti mos na nxjerr sekrete tani. E zba. A ta ndalje pak? O zoti ma. Ua. Oke, Alba, që ndodhi me vendimin që ke pas më mlu? Toni, po më tjek shumë puza. Abdo dokla. Ha? Edhe unë i kam Po më ndjek shumë gjekta buza. shumë. Edhe për momenti ka nis. Po problema. A ishte në një propozimin direkt kjo? Atash, çdo su se ka një sekret. Shkon tu, je. E kishe për fare këta, apo? Aty s'tja përgjigje, t'ja mas emisionit. Po ndje mizat e buza. E mu, Edhe po ndje një qarje këtu në mes të buza. unë e veshi, mu ka vëllë Po të shleveshi ty. Nëse me vesh nuk ka, po s'di shkejt e veshit i ka. Edhe Unë ku interesant përdu është me se një qëtu që? Alba, As po muj ma. a do me ndalu këtë? Jo. Edhe sa ka? Gëzimtari, janë edhe Edhe 3 katër. sosa. Nuk e se në ka për 12 natës, kështu. Baba. Alba, Pyetja. Edhe njëherë? çka ndodhi me vendimin që ke pas më mlu? Sa i përket vendimit për të mbuluar, këtë pyetje ma kam pashtuar shumë persona dhe do t'jap sërish përgjigjen. Kjo është një zgjedhje personale në jetën time. Okej. Ishte publike në momente që ishim në shikim 24/7 para kamerave dhe kur je në kamera është diçka që ti nuk e mohon dot një pjesë të realitetit tënd, të jetës tënde. Okay. Dhe tani vetëm do të thoja që unë jam në hapat e mi drejt asaj rruge. Jam interesuar në të gjitha mënyrat se çfarë duhet bëj për të pasur themelet e forta për të vazhduar më shumë në këtë drejtim. Okej. Ndjesinë unë e kam pasur 2-3 javë, maksimumi 4, para se të hymë brenda në Big Brother. Okej. Mirë, po nuk e bëra, sepse unë e dija që kur do të futem Big Brother, do të jem personi që do të shkaktoj tensione. Okej. Dhe vendosa mos mbulohem brenda fillim Big Brother, sepse nuk doja të jepja mesazhin e gabuar tek njerëzit, që një njeri i mbuluar, një njeri i devotshëm dhe i fokusuar për të përmirësuar veten sa më shumë në drejtim në fuqizimin drejt besimit në Zot, të japë mesazhe të gabuara në publik. Sepse për jashta ka njerëz që na ndjekin për shembullin që jemi dhe dashje pa dashje, nga naiviteti për jetën, mund të mendojnë që edhe një njeri i cili fuqizohet drejt besimit në Zot, mund të bënte edhe gabimet që kam bërë unë aty mbrënda. Dhe, kur arritëm drejt fundit, drejt finales, mori kujtua sërish ajo ndjesia e të mbuluarit, e shpreha si dëshirë edhe si mendim, dhe thash pse mos, në mes miliona shikuesve, dhe ndoshta aty për jashta mund të bëhesha motivi, mbështetja dhe fuqizimi i personave të tjerë të cilët janë në pozicionin tim. Sepse, Toni, për të thënë një realitet, ne kot nuk jemi figura publike. Jo, fix. Ne jemi dikushi që bëhemi zëri i dikujt apo i një mase. Po pse pra se Dhe, ti shkum të figura tani pse? lejo që të flas. Fal. Se nuk lejon që ta përfundoj muhabetin. Po, Edhe vazhdo. nuk dele fal. pas tërgjia. Tani, për ta pranuar realitetin, ne nuk jemi më kot personazhe publik. Personazhet publik janë zëri i dikujt dhe i një mase. Dhe një gjë e përbashkët që e kemi të gjithë ne, që jemi figura publike, një gjë e vërtet që na bashkon, është ajo burimi i forcës që ne gjejmë kur bëhemi zëri i të tjerëve, sepse ne e dim që duke u bërë zëri i të tjerëve, ne ndihmojmë ata njerëz që janë për jashta, me një buzëqeshje të bukur, me një fjalë të bukur dhe me një veprim të bukur dhe të fuqishëm. Dhe thash pse mos, veç se në Big Brother, sidomos që ishim edhe pranë finales,
Dhe nuk do të rrezikoja që të bëja gabimet të cilat i kam bërë në fillim gjatë ecësurisë në Big Brother. Dhe gabimi i vetëm që unë e llogaris gabim në jetën time reale është që ti kundërvihem njerëzve në jetën e tyre dhe t'ju shkaktoj tensione. Se Alba reale nuk jam e tillë. Alba reale në jetën time vetëm shoh jetën time përpara dhe vetëm mundohem që ndihmoj gjithë njerëzit që i kam rreth e përqartë meje. Një gjë që më jep shumë fuqi, burim force për mua, dhe që është vizioni i jetës time, është që t'i fal një buzëqeshje, t'i fal një fuqi, t'i hap një derë çdo kujt që kalon në jetën time. Unë aty ndjek kënaqësinë time më të madhe. Shumë bukur Alba. Që ishte kjo? Naga Knockdown. Në shkollën e Scovildit, mbi 400.000. Okej, shkojmë me sosën e radhës. Ja, po bëju përgatitjen time këtu. Okej, tash të hapim. Po, te kjo. Qysh një farere tabasco. O, zoti ma... Jo, ua, Toni, e dorën e derdhe rëndë. komplet. Hajde se mirë është. Po, Dorën e rënd ta kesh për gjëra tjera, jo për kështu. edhe aty tronë e kam valla. Në kuptimin... Të budalla. A mund të haj këtë këtu që në gjyva kështu? Po, mëra? Se është... Kjo shumë është bërë, kjo është bërë gjellë Ane këto. qëre, edhe unë e hopak, hajë sa dush, okej? Okej. Nuk është diçka... Ja, prit. E bërë gjellë aty. Po, zakonisht na bojmë gjella. Okej. Okej. Më duket se ke ngatruar radhën e sosëve. Nuk po di që jam. A mo kev jam, nëse se nuk gaboj vjen me vënis. Alba, apo një shmirë? Po. A i sigurt? Më thuaj. Baj ka pak që të hapur të këtyre që kemi kalu, që të kryot ai efekti psikologjik që wow, sa kam arrit deri tani. Bravo. Okej. Për zotin. Po, Se kështu më duket sikur s'kam kalu asnjë gjë, paktën e di që ka edhe trajnë. Toni ambash, ka pën emocionet. Shpënjesh? Ekstra. Fenomenale. No. Action. Alba, kam një pyetje. Nëse kur kush nuk t'i shef fotot e tua, a i kështë bo editim njëjtë? Se e di që bën pak do foto... Po Toni, Falë. normalisht që do editoj pak foto. Në rast se nuk do editoja foto, realiteti im është i papërballueshëm. Okej. Shpënjesh? Shumë mirë. Hajtë se këtu po shtiresh pak tani, se si shtë edhe aq djeks. Më thuaj, Që më thuaj ti? Hajde bëma një pyetje. qa pyetje me të bëhun ty? Më thuaj në një sekret nga Big Brotheri. Ose ta shpalosim në një sekret këtu brenda. Okej. Shumë interesant. Në një gjësim brapa kamerave. Brapa kamera. Aha. Oh. Toni, si e? Hajde, burri fart. Shqyrë që s'mo të të borë një djakse, mos vetë. Okej. Një sekret? Në biga. Unë besoj që janë shumë sene që njerëzit nuk i shohin edhe që reflektojnë. Ore, një pyetje jam kurioze se s'e kam ditë asnjëherë. Okej, hajde vazhdo se 10 pyetje me një pyetje. A i dushit të tualeti juaj brenda punonte? Se neve na e mbyllën. Na nuk kemi pas dushmana, veç veti. Ne kemi pas edhe dushën brenda, Okej, vajzat. sekret. Po na e mbyllën pastaj, që t'lashim për jashta. Ja po një sekret tjetër, se na kanë thonë që jemi të papastër, po s'kena pas mjete. Në qa kuptimi? Fshisa rrojnë mos beke.
Unë sa shpali qa do thuash. Kot mua beti ishte kjo. Hajgare. Të lutem, mund të vazhdojmë të tjetra. Dje, kuptoj, po hajde, shkojmë dhe tjetra. Që po një është tash, Alba? Seriozisht. Si të? Apo një është pak... Se di. Mësë më daj bëjnë asnjë gjë që kam thënë deri tani. Mësë më daj bëjnë të ti që po thua tani. Era mirë, a? Lutem të kjo që s'kam. Po më pëlqen shumë era. Në që shumë barbecue. Okej. Me kokaqia. Po më duket, ndjerë që shtu. Jo, se të pëlqen ty era, zdo të se kemi shijet një lloj. A vazhdi. E bërë edhe këtë gjellë. Okej, Alba. Po shisa pak për veta, apo e lyve mirë. Jo, ne e lyta mirë si ty të karaokejt. Okej, Alba. Po. Hellfire, në shkollën e Skovidit mbi 800.000. Do ta ha tani, a? Okej, po, hajde. Edhe ti? Hajde tani. 1, 2, 3, go. S'po djak më? Sa herë ki fal dikën që se ka meritu? Kësaj pyetje interesante. Kam fal aq shumë edhe aq shpesh persona që kam mendu që e meritojnë dhe më në fund e kam kuptuar që tani më Alba nuk fal. Të paktën do fal vetëm për aq sa e meritojnë. Okej. Më duk si që kja tjetra kema djeks, ajo. Lutem. E dua mamin këta momente. Okej, me vënes. Nuk po i ndjej buzët. Asone mu ka oj krejt. Bashkja ona mojt. Tani ka nisë edhe këtu diçka po e di vetën. E sikur se ekziston kjo pjesa këtu më. Amo... oj. Okej. Toni, pyetje radhës. Dyqysh nuk është djeks, po Pyetje ma radhës, ka lutem. anestizu do më thonë këtë gojë. Më duket kjo ishte aq shumë djeksta që edhe sistemi jon psikologjik se përballon dot. Jo, për me nuk kem të ditë cëllon Sa që vetëm nuk ndjej. Që mo nuk kem të... Tani më kap me hedh nga gati 15 se ndjej fare. Fix. Ua, nuk e ndjej trupin. Okej, nëse Otoni nuk e ndjej trupin. A i mirë, Alba. Otoni më shpëto se ndjej trupin, për zotin. Ere, ky është trupin, ta janë gishtat e mi. E që kjo shumë e ka një efekt ndryshe. Wow. Ua, nuk e ndjej. Ore, ky është trupi ima. Ore, nuk e ndjej që ekzistojnë gishtat. Alba, mere pak njërt. E di qysh tensioni o të mip. Ua, se kap dot. Ore, pse se kap dot unë këta? Ota! Se masti. Toni! Ore, banditi vogël. Mini banditi. Qa ishte kjo? Alba, nëse na ish juti, kish po shef më rikëthy. E kështë na shansë. Imagjino e vjen me lula, pap. Ta bën aty film. Toni, unë të thash diçka më herët. Mos më pyet për ishin. Në rregull. Vazhdojmë të Ishi... shosa tjetër. Ja, mirë. Jo, do të them diçka. Do ta bëj shumë mirë qartë. Do ta bëj shumë mirë qartë. Ishi është versioni im i dobët, versioni im i vjetër. Ndërsa tani, versionin tim të ri nuk e arrin dot. Okej. Vetëm mundet me kqyr nga larg. Afër ju, se le Ja. janë, do thonë. Po ti ç'te gjithë këtë pyetje kaq. Ka njerë ka pyetje me ven, ka njerë ka pyetje pa ven. Amo ka dhe Atoni, apo e kthen këtë podcast shumë më podcast, personal. me podcast, me kas, po. Nuk e ndjej, buzët nuk i ndjej. Pasoni, në të folë dëshish këtë... Më shtrash buza dhe gjuha. Mu ka bo...
normal. E di qysh... Ti me këta punchline-et e tuja. Sa Vjen po të të kam në qarë, traf. Nëse keni nevojë anestezion, domethënë për një operacion plastik, Kur kam bërë operacion gjoksin du ta merja. Ua, e thash me që tu- fjalë të. Jo, vetëm mendje e kisha, së besoj besoj që që t'ka më qitë, dora nga goja. ka po, se kanë qitë shtu, pa për mi, ta kanë lyshë. Tonia, mund ta bësh kat këtë pjesën? Kat? Jo. Ore, thjesht e mendova, atë nuk e rujta, thjesht doni nga goja ime. Ata Na ka paralizuar vërtet ky soci. Po, ama jo veç gojën për latrunin. Okej, shkoj me sosën e radhës. Okej. Exoresco. Në shkollën e Scovidit mbi 1.4 milion. Kjo është ekstrem hot, okej? E morë vesh është ekstrem hot. Po. Hajde bujrum. Hajde bujram. Okej. Të hedh këtë? Ke prapi kapaku, no toni. O, nësë jam për për emision, unë e nej regjina e diçka, nej biznes. Kujdes, upsi, jo ndalu. Falë, Nale, ton. Po, është zotë që më falë. Nuk ta fal. E falë. Jo. Oje. Do t'jesh shumë veçantë në jetën time për ta fal. Thash, të jam mbush pjesët që... Qes. Cheers. Jo, dhe te. Okej. Më në gjymi, ja. Se kënë gjymi, ja. E hëngra. O, zoti madh. Toni, t'lutem më shpëtoj. Jo, Toni, jam për spital. Toni, t'lutem, jam për spital. Toni, të lutem. Koncentrau. Qumshtin më shpejt, lutem. Toni, më shpëto. Toni. Toni, lutem më shpëto. Toni, lutem më shpëto. O, zoti madh. Mami. Ua, s'besoj që e thash mami 10 herë në podcast. Alba, na të rega... Na të rega mesazhin e fundit që ta ka dërgu dikush telefon. Shpejt. Toni, jo. Toni, lutem më shpëto qumë. Jo, se duroj dot. Jeta. O, zoti madh, mami, ku është mami? O, Toni, s'jam mirë. Alba, shpejt, zëre telefonin, se më beka të e ke mojt. S'na i rrëgjën. S'është Zëre vërtet. telefonin, zëre. Mesazhin e fundit. O, zoti madh. Lije zotin. O, zoti madh. Lejti Toni, të lutem planet më e ndihmo, Perenis. Toni, të lutem më ndihmo. Më duhet shumë shti, të lutem, Toni. Toni, të lutem, më duhet shumë shti. Qumë shtivita. Do t'i bësh reklam. Okej. Sponsorat e arshëm. Nga. O, zoti madh. Okej. Ma mirë. Alba, kushtalla telefonin mrena aty. Në begë. Edhe pas qaj pyetje, mos haram më ma kalzu mesazhin e fundit. Mesazhin e fundit në telefon. Iki 2 pyetje, sa ma shpejt. Ua, më qoj kamëre. S'ku me vjellë. Koksim. Për një zora. Pasha zotin. Sa i përket pjesës telefonit. Okej, hale. Një pyetje. Në rast se do kishta telefon, a ju a merr mendja që do e kisha lënë bigun? Nuk di veç që ta kanë gjetë.
të lutem më shpëto se s'jam mirë. Alba, Toni, të lutem më shpëto se s'jam shoh mirë. numri një ambulantë? Kjo është vetëm psikologjike. Po. Unë nuk do dorëzohem. Godzem. Deri në fund. Dorem. Do thyem rekordin. Ja jap fjalën vetes. Okej. Ja jap fjalën ty edhe gjithëve. Alba, mesazhin e fundit në telefon. Mesazhin e fundit. Që ma ka ndërgu apo që e kam ndërgu? Dyat, s'është problem. Ama shkon interesant kush ka dërgu i fundit mesazh. Ua! E di kush është? Haj gjeje. Suanita. A Sonita? Edhe është një këtu. Foto nga emisioni që i kam ndërgu. Oh, nice. Përndyshe përshëndesim Suanitën. Shi që ka thënë? Haj qyqe, ha, emisioni tu drogirat. Po Nita, tu drogirat jemi se për zotin. As nuk e ndjej fare trupin tim. Asona kit. Nuk e ndjej. Buzët nuk e ndjej më, gjuhën nuk e ndjej më. A di që është? Edhe shumë nxehtë. Nuk penim më djeksin, po penim një efekt sikur se nuk jemi vetja. Seriozisht. Ose ndoshta jemi më vetja se ç'duhet tani. Tani pse më pyet kush është i fundit? A kesh me të pyeta? Po nuk thash a është mirë, a është keq, mos ju shmang pyetjes time me pyetje tjetër. Ani kush është i fundit? Hajt, le fam. Qarë? Le kush ka shku sa na nuk e këshyr me ato. Veç kush o kon i fundit? Çfarë kuptimi? Një mashkull. Tash. Një mashkull kush është i fundit? Po. Pa ajo është një pyetje që e din gjithë. Po thjesht du të përmend emra, se s'du t'ju jap vëmendje disa persona të caktuar. Një person i caktuar fakt. Apo tu ajo Apo shpytja jote më konkrete? Ma konkrete, hajde, jepi kush është. A jam as jam? Emra. A jam apo a jes je? Toni për momentin s'po shoh në jona asnjërisht. Jam më beqare se asnjëherë më parë. Që ma herët kesh një Interex, inshallah bëhet sponsor ju. I posh donoza. Më shkoj menja, po thash, nuk e di është beqare as është. Po ti ta kishe provu fatin. Alba, ti ke thonë që lekë me poundin. Ti shpjegona pak që tonë lekë me poundin, se seriozisht hiç unë ju më num. Okej, me kuptu me modelin që mosh me përdore, modelin ekonomik, sa në vene, po qysh mosh me arriti me egalizu, du më thonë poundin me lekë, hajtë ka zëmë. Po, ne shqiptarët, kudo që ndodhemi, Okay, jemi aq fuqishëm, edhe rast se gjen një pikë kyçe që din t'i bashkoje të gjithë shqiptarët në biznes, në diçka që din t'a bëjnë më së miri mundshëm, që do t'i lenin gjithë trojet në vendet e huaja dhe do vinin në trojet tona, atëherë do ishim një bombë ekonomike dhe epiqendra e gjithë botës për zhvillim ekonomik dhe forcë ekonomike. Kështu, leku do ja kalonte edhe poundit edhe gjithë valutave tjera, për sa i përket vlerës vet. Dhe kush është pika e vetme që mund t'i bashkonte të gjithë shqiptarët në trojet tona që të lenin vendet e huaja? Kuptohet që hapja e fabrikave të marijuanës. Oh yeah. Smoke weed every day. Është shumë logjike, Toni. Pse? Ti duhet gjesh një pikë Cëllë pikë? që njerëzit të lejnë jashtë shtetit për të ardhur në territoret e veta. Diçka që ndoshta deri diku ka shkuar jashtë shtetit për atë arsye. Njerëzit kanë shkuar jashtë shtetit një rreth parë për financa më të larta. Dhe ku i kanë gjetë financat më të larta? Trim shtremtë, dhe flasim drejt, e dim shumë mirë që nëpërmjet rrugëve sa ligjore, jo edhe ligjore, se marrën cilin shtet ndodhen. Okay. Alba, kam një pyetje. Ti më duket Wiz Khalifën edhe Snoop Doggin. Për çfarë? A ishe konkurrenta? Përse i shoh konkurrent? Unë si jam marrë me muzikën. Si e normal. Po jo, Toni, unë se di pse ta kam krijuar atë lloj përshtypje aty. Po ti vetë ma ke pranu, Alba. Po çat kam pranuar mëre? Që e rullit me një dorë, shto. Jo, kur se kam thënë mos u bësh shpirtës. Po aqa gënjin shtari pak, pas ke qënë. Po më janë dëmton videot. imazhin. Që. Ti vetë Videot po do me punu janë me që kam marijuan, thënë. e kënina s'po do me konsumu. Që ta prodhoj, po ti më ke pyet mu e kam ti vetëm konsumu eksport. cigaren e marijuanës. Që.
Ti, qëre, nëse morë Marionin, është e shëndruar me plot tekstura dhe me plot mënyra përdorimit. Po tani kuptohet në aspektin shëndetësor të mirë të fjalës për qëndjen e njeriu, normalisht që do prodhojë edhe do konsumojë, madje edhe nga A vetë je unë. farmaciste? Po, jam. Okej, Alba po ose jo, a ke konsumu Marion? Jo. Okej. Replay, kam gjetë një video që më ka mundësi. Që më ke thonë po. Po. Okej, nice. A mu së më pyta? Ti a ke konsumu? Po. Sa herë? Kom konsumu. Jo, Tani a ke konsumu? Jo, absolutisht. Kom konsumu sosa. Këm ko njëri që gabimin që e bojnë njerëzit, mos konsumoni Marion. Ti jemi të qartë, Pse? se nuk është e mirë. Pas ke pas eksperiencat këqija, më duket, a? Po, Çfarë? ke gjak për tukësh. Çfarë lidhje kishte kjo? Flejsha shumë. Jo, ama kur im kon njëri që ka njëri gabon, po nuk im kon njëri që konsumu, do më thonë gjatë jetës, po nuk kon një periudhë kur im kon 15-16 dhe në 18 vjetë, kom ba të bëda dhe kinat e mija, po tash jam alhamdulillah mirë me fëmijë, me familje. Shikon, nuk është se më takon shumë edhe të flas, mirë po ti e di shumë mirë që unë jam realiste edhe flas realitetin. Asaj gjërave që e mendoj unë dhe si e shoh botën. Tani, çdo produkt që ekziston, merret nga materiale që vetë Zoti i ka prodhuar mbi tokë. Po, këto jam total Dhe dakord. është edhe një shprehje e vjetër që gjella me krip dhe kripa me karar. Edhe ujti po e të prove, edhe ujti të bën dëm në shëndetin Edhe njërtën me angur shumë të bën dëm. Tani, mendimi im konkret është që ndoshta edhe vetë përbërja produkti natyror i marijuanës në rast se konsumohet në mënyrën e duhur, ka benefitet e duhura. Dhe këtë gjë unë nuk e mendoj, po kjo është fakt shkencor, fakt i studiuar dhe i analizuar, që me karar është diçka që të bën mirë me shëndetin. Me shka, me ka... Me karar. Me të kufizuar. Aq sa të takon. Aq sa i duhet trupit njeriut. Shkoj me sosin tjetër. Voodoo Reaper. Në shkollën e Scovildit, Voodoo? Po. Si qa po më kujton kjo voodoo? Pa nuk shpejt. ishte kjo tjetra 1.2 milion. Kjo 1.2 milion, po kjo 1.3 milion. Okay? Po ku është diferenca? Diferenca është 100.000 më shumë. Jo shumë. Alba, hajtë se dejtë tash. Bol, jo të lutem. Jo, Toni. Jo, bol. Shumë ishte kjo që ajo nuk e ba më burë. Nuk ke guzimtare, më vjen shumë keq. Po si që tham ne, nuk ka lidhje sasia. Ja, ka lidhje të sot cilësia. ato. Drejt që isha jeti. Dhe ne me voodoo kja, dhe më thonë, ki ta në rënë menimin. Okej. Bia Khalifa, zakonisht me voodoo që të Nuk do përmendim emra të tjerë. Falë. 1, 2, 3. Okej. Haja. Oh, shit. Wow. Toni bëj gati shumështin? Që kësë është normal. Wow. Është pse qike. Toni është vetëm si qike, nuk kemi asnjë gjë. Toni më shif mua, je mirë? Është vetëm si qike, nuk kemi asnjë gjë, Toni. Toni është vetëm si qike. Oh, shit. Toni është vetëm si qike. Nuk kemi asnjë gjë, vetëm si qike. Është vetëm si qike, Toni, të lutem vazhdo të pyetja radhës. Është vetëm si qike, Toni. Cili moment ta kanë ndryshu komplet... Cili moment kanë ndryshu komplet si person. Toni, është vetëm psiqike.
Hotvolje true story chatit vajtës e një njëni shumë afër 1 milioni. Si pra e kështë vetë. Mosu alarmoni, moni se alarmës boni. 200 qëtë berdak, Allah, blaki tiri, 1 milion. është vetëm psiqika. O, bolve më shile. E nëzorë ftyrën e vërtet. është vetëm psiqika. Po. Okej. Toni, je këtu me mua? Po. Albo, të shpejt. Tutë, cili moment ta ka ndryshu komplet, cili moment ka ndryshu komplet si person. I ki 10 sekunda përgjigje. Nuk janë momente që ndryshen si person. Janë momente që të bëjnë të kuptosh dhe të shohësh botën ashtu si që është në realitetin që ekziston. Okej. Dhe një gjë... Më falë që më them diçka shumë ndjeshme, se po e ndjesh Shpejt. shumë. Një gjë që më ka bërë, një gjë që mua si Alba më ka bërë, që të di të pranoj realitetin e hidhur, është se Hajde mo. jo gjithmonë personi që ke afër dhe që e do dhe fjalat do, Lema. është personi që do të shihte me syrin dhe do ta bënte të mirën ashtu siç ti bën çdo gjë për ata. Alba. E fundit rekordi! Muj me thonë bravo, se e kemi bo challenge-in e ke mbaru, nëse dojmë vazhdojmë me tjetërën, mund është mu ndalu këto. Kjo është sosa e fundit, nëse do me bo, e bojmë, nëse nuk do, mund me mbaru këto, se veç challenge-in e ke mbaru, edhe veç mund me të përgzu, për gozimin. Shiku se dëruar, kjo është Alba guzimtarja. Toni, edhe shfjalën që do thyje rekordin. Okej, shkojmë me susën tjetër. Last Dab Experience. Në shkollën e Scoville-it mbi 2.6 milion. Alba, vazhdojmë, nuk ka pyetje vetëm challenge është. Hilmi. Toni, edhe shfjalën Po, që do e thy rekordin, që askush nuk e ka thënë me asnjë emision, për nivelin e shkallës së Scoville-it, si e quan ti. Scoville-it, po. Scoville-it, për të treguar që Alba nuk dorëzohet kur i vendos një qëllim vetes, ashtu siç mendojnë tjerë se unë dorëzohem. Hajde Alba. Ore, desha ta bekzuar. S'kom kohë. S'kam koprit. Oh my god. Oh my god. Ej, ma ka paralizuar dhe dorën, ke qëtë pjesë. Unë pjesën e anës shmajt, nuk kam të një heq. Unë nuk mujëm a i të mujtë me shtrëngu dorën? Ej, është 4 litra që më shikila pi. Kur një të tem, do të thomë që 34 vjetë ma shumë. 3 litra. Halbe se si në të e kështu. Oh, më falë për shumë ta. O, më marrë kam zetë. Oh, shit.
shkon make-upi? Me logo, s'paj. Jo me ta fshi make-upin. Shkusë të nderuar. Është ky rekordi. Fani, pastaj do rikthehem për përshëndetje. Wow! Wow! Diça. Alba, bravo. Shkusë të nderuar. Ishte kaq. Më thonë bravo. Pse o të dikë shumë. Bravo Alba, faleminderit edhe njerë. Veç me thonë shimi në epizodat tjera. Alba një këshill për të tjerë njerë që kanë me ardhë. Një këshill për tjerë që... A mi thonë mos hajde. Merë një sa më shumë shme vete. Edhe më duke. Bon. Spicy Show. Spicy Show. Hot vibe. Good show. Spicy Show. Oh, Spicy Show. Hot vibe. Good show. Spicy Show.